17 vjet më parë në Kuvendin e Kosovës u miratua kushtetuta, e cila i dha jetë shtetësisë së shpallur më pak se 2 muaj më parë. E që nga marta 9 prillit të 2008-s, akti më i lartë juridik i vendit u përbuzo në përkëmbë 10 herë. Këmbë mbi kushtetutën vun figurat e larta politike e publike, në mesin e tyre president, kryeministra, ministra, gjyqtare, prokuror, të cilët dështuan të binden përcaktimeve të saj. Vallen e shkeljeve kushtetuese e nisi vetëm 2 vjet pas miratimit të saj, ato kohë i pari i shtetit, ish presidenti Fatmir Sejdiu. Më 24 shtator të 2010-s, pas iniciativës së 31 deputetëve, gjykata kushtetuese nxorri vendim përmes të cilit konstatonte që Sejdiu e ka shkelur kushtetutën, duke mbajtur të ngrirë pozitën e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërsa ishte në pozitën e presidentit. Kushtetuesja konkludoi se ai ka shkelur nenin 88 të aktit të më të lartë juridik në vend, i cili përcaktonte qartë se pas zgjedhjes, presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion në parti politike. Vetëm 3 ditë pas këtij vendimi, të hënën e 27 shtatorit, Sejdiu dha dorëheqje nga pozita e presidentit, të cilën e kishte ushtruar për 4 vjet. Sejdiu nuk ishte presidenti vetëm që e humbi këtë pozitë për shkak të shkeljes kushtetuese. Këtë post e humbi edhe Bexhet Pacolli. Ndonse ai vetë nuk e shkeli kustetutën, gjykata kushtetuese konstatoi se vendimi për zgjedhjen e tij president më 22 shkurt të 2011-s ishte në kundërshtim me këtë akt juridik. Kjo gjykat gjeti se në rastin e zgjedhjes së Pacollit president janë bërë 5 shkelje kushtetuese dhe 3 shkelje ligjore e procedurale. Kushtetuesja u dha të drejtë 34 deputetëve, duke rënë në përfundim që votimi i Pacollit president u bë pa kuorumin e nevojshëm dhe pa një kundërkandidat. Kësaj zgjedhja e Pacollit në krye të vendit u shpall jo kushtetuese dhe ai u bë presidenti me mandatin më të shkurtër në histori të vendit, duke mbajtur këtë post për vetëm 35 ditë. Ende pa u mbyllur viti u konstatua një shkelje tjetër kushtetuese që u bë në Kuvendin e Kosovës. Më 8 dhjetor të 2011-s, kushtetuesja mori vendim përmes të cilit i anuloi disa nene të ligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit, të miratuar më 4 gusht të 2010-s. Përmes këtij ligji deputetët i siguronin vetes pensione nga 40 deri në 70% të pagës, që ishin 10 fish më të larta se të qytetarëve të zakonshëm. Pas kërkesës së avokatit të popullit, gjykata kushtetuese cilësoi se ky ligj krijon diskriminim ndaj pjesëtarëve të shoqërisë dhe pensionistëve të tjerë, çka paraqet shkelje të parimit të barazisë dhe drejtësisë sociale të mbrojtura me kushtetutë. Më 21 dhjetor të 2020-s, qeveria udhëhequr nga Abdullah Hoti u bë qeveria e parë në histori të vendit që u rrëzuar nga një vendim i gjykatës kushtetuese. Kushtetuesja shpalli të pavlefshme votën e deputetit Etem Arifi për këtë qeveri, pasi ai kishte qenë i dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për mashtrim me subvencione. Me që vota e tij kishte qenë vendimtare për formimin e qeverisë Hoti, vendimi i kushtetuesës erozoi qeverinë dhe e çoi vendin në zgjedhje. Objekti gjykatës kushtetuese u bë edhe marrëveshja viteve 2013-2015 e qeverisë së Isa Mustafës për formimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Pas kërkesës së ish-presidentes Atifete Jahjaga, kushtetuesja gjeti se disa pika të kësaj marrëveshjeje nuk janë në frymën kushtetuese. Në kushtetuese shkoi edhe vendimi i qeverisë Kurti për orën policore, nxjerrë më 23 mars të 2020-s, gjatë pandemisë COVID-19. Vendimi i cili kufizonte lëvizjen e qytetarëve u konstatua kundër kushtetues nga gjykata kushtetuese. Kjo gjykatë theksoi se e drejta e lëvizjes tubimit të ajo e privatësisë mund të kufizohen vetëm me ligj. Jo kushtetues sipas gardianit të kushtetutës, u shpall edhe vendimi për karantinimin e komunave dhe xhobitjen e qytetarëve që nuk respektuan masat anti-Covid. Këto shkelje kushtetuese qeveria Kurti 1 i bëri vetëm gjatë qeverisjes 50 ditore.
Në mandatin e saj të dytë, kushtetuesja konstatoi se të paktën 4 ligje të hartuara nga qeveria Kurti 2 dhe një vendim binin ndesh me kushtetutën e vendit. Sipas kushtetueses, vendimi i Ministrisë Arsimit për organizimin e mësimit alternativ të përshpejtuar dhe përcaktimit të organizimit në objekte shkollore në komunën e Kamenicës ishte në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Në vendimin e 8 prillit të 2022-s, thuhej se Ministria e Arbërie në Agavcit ka tejkaluar kompetencën dhe ka cënuar përgjegjësitë komunale, duke ndërhyrë në kompetencat e komunës së Kamenicës. Në fillim pranverën e 2023-s, më 24 mars, gjykata kushtetuese erëzoi ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës të hartuar nga Ministria e Drejtësisë, pasi gjeti se ky ligj bie ndesh me disa nene të kushtetutës. Antikushtetues u shpallën edhe disa nene të 2 ligjeve që hartoi Ministria e Punëve të Brendshme. Më 3 gusht të 2023-s, kushtetuesja konstatoi se ligji për zyrtarët publik nuk është në përputhshmëri me aktin më të lartë juridik. Më pak se 4 muaj më vonë, më 27 dhjetor të 2023-s, pas kërkesës avokatit të popullit, gjykata kushtetuese shpalli të pavlefshëm disa nene të ligjit për pagat në sektorin publik, që ishte miratuar në shkurt të atij viti. Atë vetë jo kushtetues u shpall edhe ligji për çmimet tavan për produktet bazë. Në vendimin e 24 nëntorit të 2023-s, kushtetuesja konkludoi se masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg nuk janë në përputhshmëri me parimet e përgjithshme të kushtetutës. Këmbën mbi kushtetutën e vendosi edhe legjislatura e fundit e Kuvendit të Kosovës. Kushtetuesja konstatoi se deputetët e legjislaturës së 8 shkelën kustetutën të paktën në 2 raste, kur shkarkuan 8 antarët e bordit të RTK-s dhe kur votuan për shkarkimin e 5 antarëve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës.